To komentiram, na što liči napravljeno, treba se održava, tako li? Ne može jednash napravi I vječno da traji. Tashmë një kohë të gjatë gjendja në këtë shesh në hyrje të qarshisë së Shkupit vazhdon të jetë e njëjta. Pllakat e thyera e të dëmtuara jo vetëm që prishin pamjen e kësaj zone historike, por edhe vështirësojnë qarkullimin e qytetarëve. Këtu jemi në qarqinë e vjetër të Shkupit, një nga pikat më të frekuentuara, ku siç mund të shihni prapa meje, pllakat e dëmtuara prej në kohë të gjatë prishin bukurinë e kryeqytetit dhe vështirësojnë kalimin. Qytetarët thonë se ndërhyrjet për riparim janë të domosdoshme, pasi dëmtimet janë bërë të dukshme me kalimin e viteve. Sipas tyre, një hapësirë kaq e frekuentuar kërkon kujdes dhe mirëmbajtje të rregullt për të ruajtur karakterin dhe bukurinë e saj. Muj me kalu kollaj edhe pengojnë këto. Mendoj kjo është ndërtu moti, ka 30 vjet, 40. Edhe materiali dof sigurisht. Do mu riparu, me mirëmbaj. Para qetë pamjet shumë të unë. Këtu mendoj se nuk ka shumë punë, edhe bashkë kjo bile është që në sybje me nërë, në të hymje të qarshis. Se unë jam shkupjan, këtu kom leqen, 80 vjet. Po teško se pominува. Оние što se pa su tenka štikla, pa ti nema način da pominat. Ама ние вака što sme по-обично, може. Treba da se sredi, treba da se obnovi, ama koga će bide to, ne znajme ništa da kažem. Ndryshe, kjo hapësirë është në kompetencë të qytetit të Shkupit, nga ku kërkuan përgjigje, nga atje na njoftuan se do të përgjigjen gjatë ditës së nesërme. Televizioni 21 për të njëjtin problem ka raportuar edhe para 7 muajve, edhe atëherë qyteti I Shkupit nuk dha asnjë përgjigje.